Në një mbretëri të ndritshme, ku kopshtet lulëzonin gjithmonë dhe lumejnë të rriznin të qetë, sikur të kishin frikë të trazonin gjumin e dikujt, jetonin mbreti mirë Benin dhe bashkëshortja e tij e butë, mbretëresha Duset. Ai ishte i drejtë dhe me zemër të butë. Ajo e ëmbël si drita e mëngjesit dhe e dashur nga të gjithë ata që kishin dëgjuar qoftë edhe një herë zërin e saj. Gjatë e prisnin një fëmijë, dhe ja, në orën kur kopshtet lulëzuan veçanërisht bujshëm, u lindi atyre një vajzë, prinçesha Blondina. Ishte ajo e bukur si vetë mëngjesi. Flokët e saj shkëlqenin si ari kulluar në diel, dhe natyra e saj ishte po aq e përkëdhelur dhe e butë si ajo e nënës. Lindja e saj ishte si lindja e dielit pas një nate të gjatë, dhe kaçurelat e arta të prinçeshës u bënë ndriquesi më i shkëlqyer në jetën e prindërve të saj. Por lumturia në atë mbretëri doli e shkurtër, si hija e një reje verore. Mbretëresha e ëmbël Duset, jeta e së cilës ishte si një këngë e qetë, një ditë u sëmur dhe filloi të shuhej si një lule e kputur. Sado që thirrën mjek, asgjë nuk ndihmoi, dhe së shpejti ajo u nda nga jeta. Piklimi i mbretit Benini ishte i pamaqëm. Ai qante fshehurazi që të mos trempte Blondinën. Por koha kalonte, dhe duke kuptuar se vajzës i duhej një nën, mbreti vendosi të martohej për të dytën herë. Kështu në palat u shfaq një mbretëreshe e re, Furbeta. Ishte ajo sunduese dhe e ftohtë, ziliqare dhe mizore, dhe asnjë shkëndijë ngrohtësie nuk ishte në sytë e saj. Me të erdhi edhe vajza e saj, Bruneta, kapriçoz, e keqe, në gjithë çka e ngjashme me nënën. Dhe në vend të dielit pranveror, erdhi dimri i ftohtë në personin e mbretëreshës së re, zemra e së cilës ishte po aq e ashpër sa veshjet e saj të qëndisura me gur. Që nga dita e parë, Furbeta dhe Bruneta e uryen Blondinën e vogël, dhe jo për ndonjë faj, por për vetë bukurinë e saj të butë, për kaçurelat e arta, për dritën e qetë që shkëlqente nga ajo, si nga një qiri në një mbrëmje dimri. Pranë kësaj drite, vetë errësira e tyre bëhej veçanërisht e dukshme. Bruneta, e shëmtuar dhe e keqe, ndërsa Njerka, e vjetër dhe me zemër të thatë. Mbretëresha nuk mund të duronte që thjeshtra ishte e preferuara e babait dhe e popullit, se për të flitej me butësi, ndërsa për vajzën e saj heshtnin. Dhe në shpirtin e saj të errët, si një lule helmuese, po pihte një plan i tmerrshëm. Ta zhdukte Blondinën nga bota, që i gjithë pushteti t'i mbetej vetëm Brunetës. Çdo buzëqeshje e Blondinës ishte për Njerkën si një goditje kamshiku, sepse pastërtia e vajzës ishte një qortim i heshtur për shpirtin e saj të zi. Por Furbeta nuk donte të njollos duart e saj, dhe filloi të kërkonte me duart e kujt tjetër ta kryente veprën e keqe. Në obor kishte një shërbëtor me emrin Gurmandi, njeri i dobët, që më shumë se çdo gjë në botë i donte ëmbëlsirat. Dhe për hir të tyre mund të haronte edhe turpin, edhe ndërgjegjen. Atë e thiri mbretëresha në dhomat e fshehta. Gjatë i pëshpëriti atij dhe më në fund vuri para tij një kuti të madhe me ëmbëlsira të huaja, të cilat ai nuk i kishte parë as në ëndër. Gjithçka do të jetë jotja, tha ajo, nëse e çon Blondinën në pyllin e jargavanit. Ndërsa ai, pyli ishte në kufirin e mbretërisë, i lashtë dhe i magjepsur, dhe askush ende nuk ishte kthyer prej andej i gjallë. Dhe Gurmandi
I verbuar nga lakmia, pranoi. Kështu jeta e prinqeshës së bukur u vlerësua në një kuti frutash të sheqerosura, ndërsa besnikëria e shërptorit u shkri si marcipani në diel. Të nesërmen, Gurmandi ju afrua blondinës që po luante në kopsht mes shkureve të trëndafilave dhe me një buzëqeshje dinake filloi të flasë. Di unë, prinqesh, një vend ku lulëzojnë lule të tila, çfarë as vetë mbreti atë nuk I ka parë. E ja, t'i kpusëm një buqet. U gëzua vajza besimplote, duar trokiti dhe me njëherë shkoj pas tij. Kaluan ata portat e kështjellës, kaluan fushat dhe u gjendën pranë pyllit të Jargavanit. Ishte ai I mrekullueshëm, tërë I mbuluar me Jargavan, të lulëzuar të gjitha nuancave, nga blu e zbeth deri te ngjyra vjollce dendur, dhe dukej sikur këtu kishte zbritur qili në orën e perëndimit. Por bukuria e tij ishte mashtruese. Ajri qëndronte I rënd dhe I dendur, dhe aroma e ëmbël të trullonte kokën dhe I hiqte hapat anash. Pylli sikur në heshtje të tërhiqte në thellësinë e tij. Ai e tundonte me përqafimet e veta vjollc, duke I premtuar bukuri. Por frymëmarrja e tij e ëmbël ishte frymëmarrja e një kurthi, nga I cili nuk kishte dalje. Ndërsa blondina, e magjepsur nga bukuria e papar, e kthej gjithnjë e më larg, duke u përkullur her pas një luleje, her pas një tjetre. Duart e saj tashmë ishin plot me tufa vjollc dhe të bardha, ndërsa ajo ende nuk mund të ndalej, dhe nuk vinte re se si shtegu pas shpinës së saj tretej, sikur nuk kishte ekzistuar kurrë. Gurmandi ndërkaq e kthe pas saj dhe shikonte përreth. Më në fund ai vendosi se kishin hyrë mjaftueshëm thellë në pyll. Prit më këtu, prinqesh, gënjeu ai me ëmbëlsi. Atje pas asaj shkureje rriten lulet më të mëdha. Unë kthehem për një qast. Sapo vajza u kthye mënjan, ai pa zhurmë u tërhoq prapa dhe vrapoi përsëri drejt kështjellës, duke e lënë vetëm fare në pyllin e magjepsur. Dhe ndërsa ajo me buzëqeshje mblidhte lule për të atin, ai të cilit ajo I besonte, frikacakisht rrëshqiste larg, duke e lënë atë vetëm me heshtjen shekulore. Ja që u kthye blondina, ndërsa Gurmandi nuk dukej askund. E thirri atë një herë, një tjetër, një të tretë, por vetëm Jehona e shurdhër ju përgjigj nga thellësia. Ajo nxitoi të kërkonte shtegun, por pemët sikur mbylleshin rreth saj, dhe degët e Jargavanit të lulëzuar shtriheshin drejt supeve të saj, duke ja mbyllur butësisht rrugën. U tremb vajza, qau në heshtje, me lot fëmiror, por ecja e gjatë po bënte të vetën, dhe aroma e dendur e rënd gjithnjë e më poshtë ulte kokën e saj drejt gjoksit. Qepallat e saj po bëheshin si plumb, këmbët nuk dëgjonin më, dhe çdo hap I ri I bëhej më I vështirë se I mëparshmi. U ul ajo pranë rrënjëve të një shkureje të madhe të lulëzuar, futi fytyrën e vogël të lagur nga lotët në buqetën e mbledhur, dhe, e mposhtur nga trullimi I ëmbël I pyllit, u zhyt në një gjumë të thellë e të rëndë. Aroma e Jargavanit e përqafoi, si një batanie e rënd prej kadifeje, duke I marrë frikën dhe mendimet në një gjumë të thellë e pasgjim, nga I cili nuk kishte rrugë kthimi. Sa fjeti blondina, nuk dihet, por ja, diçka e butë, pak gudulisëse, preku faqen e saj. Ngadal, sikur po dilte nga vetë fundi I liçenit, ajo hapi syt, dhe para saj një mrekulli, të cilën bota nuk e kishte parë. Ishte një mace, por jo e zakonshme, e madhe, saktësisht sa një viç I vogël, ndërsa leshi I saj, më I bardhë se bora e freskët,
i pusht si reja më e butë. Por më të mrekullueshëm nga të gjitha ishin sytë. Shkëlqenin ata si dy smerald të kulluar, dhe prej tyre riste një dritë aq e ngrohtë, të cilën nga një kafshë egër nuk mund ta prisje. Ai e shikonte atë jo si gjahtar i pre, por me një kuptim pothuajse njerëzor. Ai ishte vetë Maçoku Bukuroshi. Nuk e zgjoi ftohtësia e pyllit, por prekja një këmbëze të butë. Dhe gjoja e parë që ajo pa ishin dy diej të gjelbër që e shikonin me një mirësi të pafund. Dhe, duke i hedhur një vështrim atyre syve smeraldi, blondina nuk u tremb as pak, ndërsa Maçoku Bukuroshi papritmas filloi të guronte, me zë të lartë, të rehatshëm, sikur një furkë e vogël kishte filluar të rrotullohej në një dhomë të qetë. Me dashamirësi, ai fërkoi anën e tij të bardhë pas fustanit të saj të pisët, dhe nga ngrohtësia e tij e butë, frika e vajzës u shkri si bryma në pëllëmb. Pastaj Maçoku u largua disa hapa, u kthye dhe bëri një gjest elegant me këmbëzën e bardhë, sikur njeriu me dorë të thëret. Eja, thot, pas meje. Kuptoi blondina se kjo ishte një krijesë e mirë dhe se vetëm ajo nuk do të mund të dilte nga pylli. U ngrit ajo ngadalë dhe shkoi pas udhërfyesit të pushte të bardhë si bora. Gurima e tij ishte kënga e parë e mirë në këtë pyll të frikshëm, dhe ajo shkoi pas tij po aq me besim sa një fëmijë shkon pas dritës së një fanari në errësirë. Sa gjatë ecën ata, sa shkurt. Maçoku Bukuroshi e nxori blondinën nga shkuret e dendura të jargavanit në një lëndinë të ndritshme të përmbytur nga dielli. Dhe vajza ngriu nga ajo që pa. Në mes të lëndinës qëndronte një krijesë me bukuri të mrekullueshme, një drenush e gjatë e hollë. Leshi i saj shkëlqente në diel me ngjyrën e bronzit të vjetër dhe të arit të kuq. Dhe çdo fije qimeje shkëlqente si një shkëndije gjallë. Në qafën e saj të hollë ishte një kafore prej margaritarësh të mdhenj, të bardhë si drita e hënës dhe të rëndë si pikat e pjekura të vesës. Por mbi të gjitha ishin sytë, të mdhenj, të errët, të butë, dhe shtrihej në to një trishtim dhe dashuri aq e thellë, pothuajse njerëzore, sa që blondinës i zuri fryma dhe fjalët të gjitha menjëherë u harruan. Ajo ishte vetë drenusha e mirë. Qëndronte ajo në rrezet e dielit, si një skulptur prej bronzit të gjallë, dhe në sytë e saj të butë shkëlqente një dituri, që ishte më e vjetër se vetë ky pyll. Dhe këtu, mrekuli nga mrekulit, drenusha e mirë bëri një hap drejt blondinës dhe filloi të flasë me zë njerëzor. Butësisht tingëlloi ai në mënyrë melodike, sikur një përrua që rriste mbi guralecët, sikur nëna e dashur që u përkul mbi djep. Mos ki frikë, fëmija im, tha drenusha. Ne prej kohësh e dim kush je, dhe për tradhtin që të solli në pyllin ton, edhe ne e dim. Këtu nuk e asgjë për të friksuar. Në pyllin e jargavanit je në mbrojtje, në siguri të plot. Ajo heshti, shikoi vajzën me sytë e saj të butë dhe shtoi në heshtje, por me vendosmëri. Tash e tutje, unë do të zëvendësoj nënën, ndërsa Maçoku Bukuroshi do të jetë vëllai yt besnik dhe mbrojtësi yt. Askujt dhe asnjëherë nuk do të lejojmë të lëndoj. Dhe fjalët e saj, të shqiptuara me zë njerëzor nga goja e një kafshe, përqafuan shpirtin e ngrirë të vajzës, si një pelerinë ngrohtë e nënës. E qetësuar nga zëri i butë i drenushës dhe nga gurima e një trajqme e Maçokut,
Blondina nuk ishte më as pak frikë. Me drojtje, ajo zgjati dorën e vogël dhe preku leshin e saj. Dhe leshi ishte i butë, i mëndafsht, si pushi më i mirë. Atëherë Drenusha e mirë butësisht u ul në gjunjë, sikur duke ju përudhur mysafires, dhe e lejoi vajzën të ulej mbi shpinën e saj. U ul Blondina me kujdes, u kap pas kafores së margaritarit dhe u nisën ata në rrugë. Maçoku bukuroshi vraponte përpara, me bishtin e bardhë të pushtë gëzueshëm të ngritur lart dhe tregonte rrugën mes shkurreve të lulëzuara. Sa gjatë, sa shkurt, pa pritmas shkuret e dendurat e jargavanit u hapën anash. Pemët u tërhoqën më njanë dhe para Blondinës u shfaq një pamje e tillë saqë asaj i ngriu fryma. Udhëtonte ajo kaluar mbi mrekullinë e pyllit, duke lënë pas frikën e saj dhe me çdo hap të Drenushës i afrohej vendit ku realizohen ëndrat më të ndritura. Në mes të lugjinës së ndritur ngrihej një palat, i tillë që as në ëndër nuk mund ta shihje. I gjithi, nga baza deri te kullat e larta, ishte ndërtuar nga kristali më i pastër malor dhe mermeri i butë roz. Muret e tij shkëlqenin në diel me të gjitha ngjyrat e ilberit, dhe nga çdo faqe kristali përhapeshin nëpërbar shkëndija të arta dhe të kaltra. Ndërsa kopshti përreth ishte rregulluar mrekulisht, shtigje të drejta, lulishtet simetrike dhe gjithçka në të lulëzonte dhe aromonte. Këndonin mes degëve zogjë me pendë të ndritshme dhe zërat e tyre gërshetoheshin në muzikë. Fontanat vërshonin dhe rrjedhjet e tyre shkëlqenin si pluhur diamanti. Dhe nuk ishte në atë vend asnjë hije frike, vetëm dritë, ngrohtësi dhe qetësi e thellë. Kështjella nuk ishte ndërtuar prej guri, ajo dukej e endur prej rrezeve të dielit të ngrira dhe nga veca e mëngjesit, duke shkëlqyer aq shumë sa që ishte dhëmshëm dhe ëmbëlsisht ta shikoje. Drenusha e mirë dhe maçoku bukuroshi e quan Blondinën brenda palatit të kristalt. Ka përceu ajo pragun dhe ngriu e habitur. Salat e larta të ndritshme shtriheshin njëra pas tjetrës, por në to nuk ishte asnjë shpirt të gjallë, as shëbëtor, as roj, as shëbëtore. Por kështjela nuk ishte e vdekur, o jo. Gjithçka kryhej në të vetvetiu, në heshtje, sikur me magji. Dyert e rënda prej kristali hapeshin pa zhurmë para tyre, duke i lënë të kalojnë përpara. Duar të padukshme, të buta, me kujdes si hoqën vajzës pelerinën e saj të pisët, të grisur në pyll, dhe e quan diku. Ndërsa mbi dysheme para saj vetvetiu u ulën pantofla të hijshme shtëpiake, të qëndisura me margaritar të imët, dhe i rastisën për mas, sikur të ishin qepur pikrisht për të. Në këtë kështjel nuk ishte as shërbëtor, as roj, vetëm vetë magjia kujdesej me ngrohtësi rreth saj, si një dado e padukshme, por pafundësisht e dashur. Duart e padukshme me kujdes e quan Blondinën në një banjë të gjerë, tërësisht të veshur me mermer roz. Në mes të saj qëndronte një pishinë e madhe mermeri, dhe ja, para syve të vajzës, ajo filloi vetvetiu të mbushej me ujë të ngrohtë. Dhe jo me ujë të thjesht. Ai ujë aromonte me trëndafile të freskët, dhe vetëm nga aroma e tij, zemra bëhej më e lehtë. Sfungjer të padukshëm, të butësisht, pa nxitim, filluan të lanin supet e saj, duart, kaçurrelat e arta të ngatëruara, duke larë pluhurin e rrugës, lodhjen dhe frikën gjitse të pyllit të jargavanit. Uji i ngrohtë mbante erë mira trëndafilash të qelur, dhe çdo prekje e tij lante jo vetëm pluhurin,
por edhe kujtimet e rënda të pabesisë dhe të vetmisë. Dhe pas larjes e mbështollën me një këmishë të hollë prej mëndafshi, të bardhë si një re e freskët, dhe u ndje Blondina sikur e rilindur përsëri. Në mbrëmje e quan Blondinën në një dhomë të re gjumi, ndërsa në atë dhomë gjumi qëndronte një shtrat me bukuri të paparë. Ishte bërë prej sedefi vezullues dhe çdo faqe e tij shkëlqente si një guask deti. Çarçafët ishin të hollë, pa peshë dhe sikur të endur prej dritës së hënës. Blondina u shtri dhe ja ndodhi një mrekulli e re. Mira petale të buta, aromatike të rëndafili vetvetiu, fluturuan nga I gjithë kopshti përmes dritares së hapur. Ato zbritën mbi të, u gëshetuan në një batanie të lehtë të ngrothë që merrte frymë. Ndërsa jashtë dritares, në degët e pemëve, bilbilat filluan të këndonin një ninull të qetë e të butë, një për të gjithë. Dhe në nkorinë e tyre të mrekullueshëm, nën përshpëritjen e petaleve, sytë e vajzës u mbyllën vetvetiu. Dhe petalet e mbuluan, si fryma e ngrothë e verës, ndërsa kënga e bilbilit e mori në botën e ëndrave, ku nuk ishte vend as për njerkat e të qija, as për pyjet e erët. Ditët bashkoheshin në javë dhe javët në vite. Në kështjellën e kristalt, koha rriste ndryshe nga bota e njerëzve, rrjedhshëm, pa shqetësime dhe pa ndryshim të stinëve. Nuk ishte këtu as dimër, as verë përvoluese. Mbretëronte po ajo pranverë ngrothë, e lulëzuar, dhe kopshtet qëndronin në lulëzim të përjetshëm. Jetonte në këtë parajs Blondina, duke mos njohur as pikëlim, as shqetësim, as frikë. Drenusha e mirë u bë për të një nënë e dashur, e ngushëllonte me këngë dhe me vështrim të butë, ndërsa Maçoku Bukuroshi ishte vëllai I saj, besnik, I gëzuar, gjithmonë gati të shpërndante mërzinë me këmbëzën e tij të butë. Dhe pak nga pak, prinçesha haroi edhe njerëkën e keqe, edhe shërptorin tradhtar. Zemra e saj mbushej vetëm me dritë. Në këtë kështjell, koha nuk linte rrudha dhe nuk silte humbje. Ajo vetëm butësisht e mbështilte, si një gjevahir në një kuti prej kadifeje. Por jo vetëm në lojra dhe argëtime kalonin ditët e Blondinës. Edukatorët e saj, Drenusha e mirë dhe Maçoku Bukuroshi, kujdeseshin që ajo të rritej siç I përshtatej një prinçeshe të vërtetë. Drenusha e mirë, që ruante në kujtesë diturinë e kohërave të lashta, e mësonte të leconte në libra të mëdhenj të vjetër me kapse të arta dhe faqet prej pergameni shushuritnin qetësisht në ngishtat e saj. I tregonte edhe punën e hollë me dorë, si të vendoste margaritar mbi kadife, si të qëndiste modele me mëndafsh të holla si petale. Ndërsa Maçoku Bukuroshi mori përsipër muzikën, me këmbëzat e tij të hishme të bardha, prekte të late një harpe të vogël të artë dhe e mësoi edhe vajzën të nxirte prej saj tinguj kristali të ndritshëm. Dhe mësimi ecte lehtë pa detyrim në një atmosferë dashurie dhe gëzimi të qetë. Mësimet e saj nuk ishin në rregulla të ashpra, por melodi të harpës së artë dhe përshpëritje të faqeve të lashta, të cilat ajo I kuptonte me lehtësinë e një zogu pylli që mësonte. Ndërsa në orët e lira, duke lënë mënjan librat dhe harpën, shëtitnin të tretë në përkopshtet e mrekullueshme të pafundme të kështjellës. Dhe ndoznin atëhere gjëra të mrekullueshme rreth Blondinës. Mjaftonte që ajo të kalonte pranë pemëve frutore dhe degët e rënda vetvetiu përkuleshin butësisht drejt duarve të saj, duke I ofruar herë një pjeshk të kuqëremt, herë një qershi të kuqe të errët, më të lëngshmen dhe më të pjekurën. Për enjtë të I dukshëm,
duke gurgulluar mbi guralecët shumë ngjyresh, sikur I pëshpërisnin asaj për ralla të mira e të vjetra, të cilat askush në botë nuk I kishte dëgjuar. Ketrat e zbutur me bishta të pushtë I hidheshin mbi supe, pa frikë merrnin arën nga pëllëmba e saj dhe e shikonin me kokëriza të ngrohta të syve. Pëllumba të bardhë si bora uleshin mbi duart e saj, duke vënë puplat në gishtat e butë. I gjithë kopshti e donte dhe I shërbente në heshtje me gëzim. Vetë natyra në këtë kopsht ishte shërbëesja e saj e bindur dhe e butë, duke ofruar frutat e saj jo si tatim, por si dhuratë dashurie. Kështu kaluan 7 vjet të qetë të ndritshëm, dhe shtëpia ku e prisnin dhe kopshti ku e donin dhe mësuesit e mençur kryen punën e tyre. Nga vajza e trembur që dikur kishte rënë në gjumë në një shkure jargavani, u rit një vajzë e re, e hollë si një drenush e re, me gërsheta të arta deri në bel dhe me zë më të pastër se një përrua. Blondina mbushi 14 vjeç dhe ishte e bukur, e mençur dhe e mirë, dhe jeta e saj duke e përsosur pa asnjë tëmet. Dhe asaj vetë dhe drenushës së mirë dhe maqokut bukuroshi, u dukej se lumturia e tyre nuk do të kishte fund, se asnjë keqe nuk do të gjente rrugë pas mureve të kristalt. Jeta e saj ishte si një kup kristali, e mbushur plot gjerë në buzë me gëzim të kulluar, dhe dukej se në gjithë botën nuk kishte gur I aftë të thyente këtë përsosmëri të brisht. Por me gjithë lirin, kishte në kështjellën e kristalt një rregull të vetëm, të rept. Një ditë, drenusha e mirë e çoi blondinën në një cep të largët të parkut, ku pas një dredhëxe të dendur, fshihej një portë e vogël e farkëtuar. Pastaj, siç mësoi prinçesha, fshihej një kopsht I fshehtë I vogël. Dhe tha drenusha me një zë me të cilin fliste rrallë, të dashur por të vendosur. Fëmia im, ti mund të shkosh kudo ku të duash, por këtë portë mos e hap kur. Dhe më e rëndësishmja, kur, për asnjë arsye, mos e këput atë trëndafil të vetëm që rritet në vetë mesin e kopshtit. Nëse nuk bindesh, një fatkeqësi e madhe do të na godas të gjithë ne. Blondina shikoi në sytë e saj të butë, të trishtuar, dhe premtoi të bindej. Në këtë botë lirie të pakufishme, kishte vetëm një kyç të vogël, që varej në portën e hekurt, dhe pikërisht ai ruante në vetvete sekretin më të madh. Ndërsa në pyllin e Gjargavanit jetonte një armik I vjetër I drenushës së mirë, një magjistar I keq që urrente magjinë e saj të ndritshme dhe prej kohësh kërkonte si të shkatëronte kështjellën e kristalt. Vetë të kalonte përtej mureve të saj, ai nuk mundej, por gjeti hallkën e dobët, blondinën e re. Dhe ja një ditë, kur drenusha dhe maqoku kishin dalë për punët e tyre, fluturoi drejt dritares së hapur të prinçeshës një papagal I zhdritshëm që fliste. U ul ai mbi pragun e kristalt, shpushi puplat shumë ngjyrshe dhe filloi të flas me një zë të ëmbël si mjalt. O, ma e bukura nga prinçeshat, kam parë të gjitha oborret e tokës, por askund nuk kam takuar një bukuri të tillë, një mendje të tillë si e jotja. Dërsa blondina e rritur me dashuri nuk e dinte se ç'ishte lajkatari, por ta dëgjonte atë nga një I huaj, ishte për arsye të ndryshme e këndshme. Puplatet I ishin më të ndritshme se ylberi, ndërsa fjalët më të ëmbla se mjalti, por në këtë mbulesë laraman fshihej helmi I pabesisë, I destinuar për zemrën më të pastër. Duke fituar besimin, ndryshoi papagali zërin.
Filoi ai të pshertinte rënd, të shikonte prinçeshën me keqardhje të shtirur. "Ah, e gjora, blondin", cicëroi ai. "Bukuria jote është e mrekullueshme, por ti jeton këtu si e burgosur. Drenusha e mirë po të fsheh nga drita pas mureve të kristalt, ndërsa babaju i vërtet, mbreti Benin, qanë për ty çdo natë. Syti janë tharë nga lotot." Dhe papagalli me dinakëri ndezite ka jo malin për shtëpina të rore dhe për baban, të cilin ajo e kujtonte vagëllimtas. Dhe pastaj i pëshpëriti gjën kryesore. Nëse e kputa të trëndafil të ndaluar në kopshtin e fshehtë, të gjitha magjit do të bien, dhe ti në një qast do të gjëndesh në përqafimet e babait. Dhe blondina për herë të parë dyshoi në mbrojtësit e saj. Ai luajti mjeshtërisht në telat e malit të saj, duke shndërruar kujdesin e kujdestarëve të saj në zinxhir mizor, ndërsa lulen e ndaluar në qelsinë e vetën të lirisë. Fjalët e papagalit dinak bën veprën e tyre të zezë. Fluturoi ai, duke e lënë prinçeshën në trazim, ndërsa në shpirtin e saj tani luftonin mirënjohja ndaj drenushës dhe mali i papritur, i mprethët për baban. Priti blondina derisa miqtë e saj të flinin, dhe sikur në një ëndër të rënd, shkoi drejt kopshtit të fshehtë. Dërgjegja e mundonte, zemra i shtrëngohej, e kujtonte betimin, i kujtonte sytë e butë të drenushës. Por tundimi për të parë baban ishte më i fortë. Hapi ajo me kërcitje portën e farkëtuar, shkeli në kopshtin e ndaluar. Pikrisht në mes, në një kërcel të hollë, qëndronte një trëndafil, me bukuri të papar, i kuq si flaka. Zgjati blondina dorën e dridhur dhe e këputi. Dora e saj dridhej, koshtrihej drejt lules dhe bashk me krismën e kërcelit të këputur në heshtjen e natës, u plas themeli i botës së saj të lumtur, të qetë. Sa po trëndafili i ndaluar u gjent në duart e blondinës, qylli mbi kopsht u ersua, dhe një gjëmim shulldhues goditi tokën, sikur në një qast të vetëm u thyen 1000 kupa kristali. Dhe para syve të saj filloi të ndodh diçka e tmerrshme. Palati i bukur i kristalt, shtëpia e saj e ndritshme, u mbulua me plasaritje të përdredhura, dhe me një tingull melodioz të trishtuar u shkërmoq në pluhur. Kopshtet e lulzuar, pikërisht ata që e donin aq shumë, në një qast të vetëm u than, uncin dhe u shndërruan në shkurre të thata, me gjemba. Fontanat që këndonin u heshtën në atë qast. Rjedhjet e tyre ran, dhe prej tyre mbetën vetëm kupa të zbrazda, të plasaritura prej mermeri. E gjithë magjia, e gjithë bota e saj ngroth u shkri, si një ëndër mëngjesore në orën e agjimit. Kështu, për një qast të vetëm mosbindjeje, kopshti i saj parajsor u zhdërua në shkretir, dhe ajo qëndronte në mes të rënojave të lumturisë së saj, duke shtrënguar në dorë shkakun e saj, trëndafilin e ndaluar që po vyshkej. Me tmerr u kthye blondina, dhe nuk e njohu botën rreth saj. Fustani të saj prej mëndafshi, të qëndisur me margaritar, nuk i kishte mbetur asnjë gjurmë. Sërish ishin mbi të leckat e vjetra të grizura. Qëndronte ajo në mes të një pyli të errët me gjemba, pikërisht atij pylit të Jargavanit, por ai kishte humbur bukurinë e tij mashtruese. Lulet ishin varur, degët ishin mbushur me degëza të thata dhe ajri ishte i ftohtë, si nga një bodrum. Bërtiti prinqesha qau. "Drenushe mirë, ma qok bukuroshi, ku jeni të dashurit e mi?" Por si përgjigje, vetëm heshtja dhe ulurima e shurdhër e erës në majat e pemëve.
U zhdukën ata, sikur nuk ishin ekzistuar kur. Vetëm një zë ju përgjigj. Fluturoi mbi kokën e saj ai papagali dhe qeshi me zë të lartë në mënyrë mizore si korb dhe u fsheh në pyll. E qeshura e papagalit ishte tingulli i fundit i jetës së saj të vjetër, të shkujdesur, dhe pas tij erdhi heshtja shurdhuese e vetmisë. Dhe në atë orë të tmerrshme më në fund, Blondina kuptoi gjithçka. Jo papagali e tradhtoi, ajo vetë tradhtoi veten. Me kurreshtjen e saj, me mosmirnjohjen e saj, me mosbindjen e saj. Kujtoi ajo me çfarë dashurie e priti drenusha e mirë, siguronte pranë kokës së saj maçoku bukuroshi, si vetvetiu gëshetoheshin petalet në një batanie të ngrohtë. Dhe të gjitha këto ajo, me ndjelehta, i shkatëroi për një fjalë mashtruese të një të huaj. Jo frika, jo, një turp i djegur i padurueshëm e përfshiu. Ra ajo në gjunjë mbi vetë tokën me gjemba dhe nuk ndjente tani as të ftohtin, as dhimbjen. Qante me hidhrim, por ata lot nuk ishin më lotët e një vajze të trembur, por lotët e një faj të rritur. Më falni të dashurit emi, pëshpëristi ajo në boshëllëk, më falni. Dhe çdo lot i saj që binte në tokën e thatë, ishte një pranim i hidhur se ajo vetë. Me duart e saj kishte shkatëruar parajsën e saj në ndjekjen e një hijeje. Qau Blondina gjithë natën, ndërsa nga agjimi e raskapitur nga pikëllimi, mbylli sytë drejt mbi tokën me gjemba dhe ra në një gjumë të rëndë. U zgjua nga që dikush i madh dhe i ngrohtë po i thrimonte në fytyr. Hapi syth, mbi të qëndronte një lopë e bardhë, dhe sythi kishte të mirë, të trishtuar. Nuk u trem prinqesha, ndërsa lopa, sikur e kuptoi atë, qetësisht u shtri pranë saj mbi barin e thatë dhe i ofroi gjirin e saj. Dhe Blondina, e munduar nga uria dhe etja, me mirënjohje ju përngjit qumështit të ngrohtë, të freskët. Dhe u fut me të tek ajo një forcë e re, pikërisht ajo që i duhej për të ngritur në këmbë dhe për të filluar rrugën e vështirë të shpagjimit. Qumështi i ngrohtë i lopës ishte jo thjesht ushqim, por akti i parë i faljes që i adhuroi asaj ky pylli ashpër, por i drejtë. Pasi u forcua me qumësht, u ngrit Blondina në këmbë, por nuk ishte se ku të shkonte. E ndej ajo në rastësi në përpyll, duke ka përcyer mbi rrënjët, duke mos ditur as rrugë, as qëllim. Dhe papritmas, nga shkuret e dendurat të fjerit, doli drejt saj ngadalë, pa nxitim, një breshk e madhe e vjetër. Guaska e saj ishte e mbuluar me myshk dhe me modele, të ngjashme me rune të lashta, të harruara prej kohësh, ndërsa koka e rrudhur tundej me ritëm, si e një të urti në meditim. Breshka ngriti sytë e saj të vegjël dhe filloi të flasë me një zë plaku, kërcitës, por të mençur. E di pikëllimin tënd, Blondin. Faji yt është i madh, por pendimi yt është i sinqert. I pash lodët e tu. Mund të të çoj aty ku do të ndreqësh gjithçka dhe ku do t'i kthesh miqtë e tu. Dhe nga thellësi e shekujve, i erdhi asaj një përgjigje, e ngadalt dhe e pashmamshme, si vetë koha, e mishëruar në këtë breshk të lashtë. Me gëzim, me lot në sy, Blondina pranoi. Por breshka i vuri një kusht të egër, pothuajse të pamundur për t'u përmbushur. Rruga drejt palatit të zanës bamirëse, tha ajo me zërin e saj kërcitës, do të zgjas pikërisht 6 muaj të gjatë. Do të ulesh mbi guaskën time
dhe as një hap, as ditën, as natën, nuk do të zbresësh prej saj, çfarëdo që të ndodh gjatë rrugës. Dhe gjoja më e rëndësishme, fëmijë, kujtoje, gjatë gjithë kësaj kohe, nuk duhet të shqiptosh asnjë fjalë të vetme, as të nxjerrësh asnjë tingull të vetëm, as të bërtasësh, as të pshertish me zë, as të qash me zë të lartë. Nëse e prish betimin e heshtjes, qofte venjëherë, gjithçka do të jetë e humbur. Miqtë e tu nuk do t'i shohësh më kur. Ajo i ofroi shpëtim, por çmimi i këtij shpëtimi ishte një burg 6 mujor heshtjeje dhe durimi, të cilin Blondina durej ta merrte mbi vete vullnetarisht. E mbushur me vendosmëri, Blondina u ul mbi guaskën e gjerë sa një tavolinë dhe filloi prova më e vështirë në jetën e saj. Prova e durimit. Zvaritej breshka aq ngadalë sa dukej se qëndronte krejtësisht në vend. Një hap i saj ishte i gjatë, si një gugësitje, ndërsa një orë rrugë, si një mbrëmje e tërë. Dita zëvendësonte natën, java javën, muaji muajin. Shkëlqente dielli përvolues i verës dhe Blondina heshte. Ran shirat e vjeshtës duke daulosur mbi guaskën e mëshkur, dhe ajo heshti. Erdhën acaret e para, kapën barin me model të bardhë, dhe ajo heshti. Ushqimi dhe uji shfaqeshin vetvetiu, herë një copë bukë ngrothë, herë kokra në një gjethe, herë një glëng uji në një guaskë. Ndërsa bota përreth ishte plot me rreziqe, herë një kafshë dilte përballë, herë një zë e thëriste nga pylli. Por ajo nuk nxirrte asnjë tingull, dhe lundronte ajo në luminë e kohës mbi anijen më të ngadalt në botë. Dhe kuverti shërbente guaska e lashtë, ndërsa vela pendimi i saj i heshtur. Shumë prova i ran asaj gjatë rrugës. Afroheshin kafshët e egra, i tregonin dhëmbët, vrumbullonin në veshin e saj, ndërsa Blondina vetëm shtrëngonte buzët më fort. U afroheshin hajdutët, kërkonin mbi guaskë, por duke parë palvishmërinë dhe memecërinë e saj, e merrnin për një statuj guri dhe shkonin. I kishte frikë, i dhembte nga i ftohti, dhe vetmia i shtypte zemrën si një gur i rënd. Jo njëherë i erdhi të bërtiste, të qante me zë, të thëriste pëndim, por ajo heshti. Kujtimi i fajt të saj dhe dashuria për miqtë e humbur e mbanin më fort se çdo pranga. Vullneti i saj forcohej si qeliku, dhe nuk ishte ajo tani më ajo vajza kapriqoze. U bë një njeri që shpaguante fajin. Me çdo ditë të heshtur, karakteri i saj bëhej më i fortë se guaska mbi të cilën ishte ulur, dhe heshtja e saj ishte dëshmia më e zhumshme e transformimit të saj. Kështu kaluan pikërisht 6 muaj të gjatë, dhe një ditë në perëndim breshka u ndal. Ngriti Blondina syt dhe ngriu. Para saj ngrihej një palat madhështor, i tërë si kur i endur prej drite, shkëlqyes dhe i ngrothë. Arritëm, Blondin, tha breshka, prova jote mbaroi. E mbajte fjalën. Ngadalë, me mundim, prinçesha zbriti nga guaska e lashtë. Këmbët pas kaq muajsh palvishmërie nuk dëgjonin, përkuleshin, si të një drenushe të posalindur. Bëri ajo hapin e parë, pastaj tjetrin, dhe me heshtje, vetëm me buzë, shqiptoi fjalën e saj të parë pas 6 muajsh. Faleminderit. Breshka me urtësi i tundi kokën e saj të rudhur dhe ngadalë, pa nxitim, u zvarit prapa në pyll. Fjala e saj e parë
e shqiptuar pas 6 muajsh shtjeje, nuk ishte një klithmë gëzimi, por një fjalë e qetë mirënjohjeje, sepse zemra e saj kishte mësuar durimin e madh. Dhe ja portat e palatit u hapën vetvetiu. Në takim të blondinës dolën 2 veta, Zana e bukur bamirëse dhe një princ fisnik i ri me rroba të endura me arë. U përkul prinçesha para tyre deri në tokë, por Zana me buzëqeshje e përqafoi dhe e ngriti. Mos u përkul para nesh, fëmia im, tha ajo, sepse je ti, shpëtimtarja jonë. Dhe Zana zbuloi të vërtetën e fundit. Ajo vetë kishte qenë ajo drenusha e mirë, ndërsa i biri i saj, princi Parthe, pikërisht ai Maçoku Bukuroshi. Magjistari i keq i pyllit të Jargavanit prej kohësh i kishte burgosur ata në forma kafshësh, dhe vetëm pendimi i sinqert dhe bëma e durimit të atij që do të prishte qetësinë e tyre mund ta thyenin magjinë e tij. Duke këputur trëndafilin e ndaluar, blondina shkatërroi shtëpinë e tyre të kristalt, por edhe fitoi mundësinë t'i shpëtonte. Kështu mësuese e saj e mencur dhe miku i saj besnik fituan fytyrat e tyre të vërteta, dhe ajo kuptoi se, duke shpaguar fajin e saj, kishte kryer një bëm të madh shpëtimi. Tundi Zana bamirës e dorën dhe në një qast të tre u transportua në palatin e mbretit Benin. Duke parë vajzën e vet, të cilën e kishte vajtuar aq vite, mbreti nuk u besoi syve. U hodha ai drejt blondinës, e përqafoi fort, shtrëngoi kokën e artë në gjoks dhe qau me lot lumturie. Ndërsa njerka furbeta me brunetën e saj, duke parë blondinën të gjallë dhe Zanën e fuqishme pranë saj, u zbehen nga tmeri dhe u drodhën. Por Zana nuk i vrau. Tundi ajo sërish dorën dhe të dyja u shtërua në statuja guri pranë vetë portave të gështjellës, si një kujtim i përjetshëm për atë se e keqja dhe zilia gjithmonë gurzohen përballë fytyrës së së mirës. Dhe gëzimi i takimit me baban u përzije me triumfin e drejtësisë, dhe hijet që kaq gjatë sundonin në palat, më në fund ngrin në gurinë e përjetshëm të ftohtë, dhe u vendosën në mbretëri paqja dhe gëzimi që prej shumë vitesh nuk i kishin njohur. Mbreti i mirë Benin, duke rifituar vajzën e shëmpritur, gjeti edhe një dashuri të re. Bëri das me Zanën bamirëse dhe ajo u bë për blondinën një nënë e vërtet. Ndërsa blondina u martua me princin Parthe, pikërisht ai Maçoku Bukuroshi që kishte qenë vëllai i saj besnik në pyllin e Jargavanit. 2 mbretëri njerëzore dhe magjike u shkrin në një. Në dasmën madhështore nuk festuan vetëm njerëzit, erdhën edhe kafshët që flisnin nga kopshti magjik, dhe ato u bën që atëherë mysafir të nderuar në të gjitha festat. Dhe jetuan të gjithë gjatë dhe të lumtur, duke mbajtur përgjithmonë mend mësimet e besimit, durimit dhe mirënjohjes. Kështu vajza e humbur në pyll fitoi menjëherë 2 familje, ndërsa gabimi i saj, i shpaguar me durim, i soli lumturi 2 mbretërive, duke bashkuar botën e njerëzve dhe botën e magjisë.